Në fakt, unë duhet të ndalem tek një deklaratë që e ka bërë kryesuesi i Bordit Zyrës Rregullatorit për Energji Elektrike Emir Zejnullahu në një medium, në fakt, po e lexoj kështu deklaratën edhe qytetarët edhe bizneset sipas legjislacionit kanë të drejtë me negociu çmime me cilin do prej furnizuesve në regjon apo edhe në Kosovë e mos me marrë parasysh çmimet e përcaktuara nga ana e ZRE-s, në qoftë se konsiderojnë që këto çmime janë shumë pafavorshme për ta. Si për çdo produkt tjetër edhe për energji elektrike kanë drejt me marrë fatin e tyre në dorë dhe të negociojnë kontrata nëse konsiderojnë që janë më të favorshme për ta. Qysh e sheh këtë deklaratë zoti Bujupi? Me blerë rrymë na vetë. A është kështu një lloj ironie apo me vërtet ekziston si formë për ta blerë, për ta zgjedhë vetë furnizuesin? Si formë ekziston, po si praktik nuk është që është e përdorur te na të paktën unë e di që një treg konsumatori kemi në treg në liberalizuar, tash është në proces të liberalizimit të tregut për bizneset të kapibjen të mesme 10 milion euro që kanë qarkullim dhe mbi 50 punëtorë, ta dalin në treg të liberalizuar. E për momentin treg të liberalizuar kemi Sharsemin Trepçën dhe Ferronikelin. Mirë po, në praktik nuk e di që kish më funksionu për qytetarin e thjesht atje me dalë me gjetë një distributor të ri. A është kjo rritje e çmimit, zoti Aslanaj, po ta drejtoj ty këtë pyetje, a është kjo e krahasueshme me vendet e rajonit apo po përballohemi na, po përballemi në fakt me një rritje të tepruar? Këto neve na thuhet që energjia elektrike është më e lira në rajon, që edhe mund të jetë çmimi nëse krahasohet me shtetet e rajonit, mirë po nëse e krahasojmë me pagën minimale mesatare, atëherë del që te ne është më e shtrenjtë. Sepse ti mundesh me pas çmimet të lira të energjisë, do të thotë më të lira le të themi se Shqipëria ose Maqedonia, Malezia apo në një vend tjetër. Mirë, po atëherë kjo duhet të krahasohet me GDP-n, duhet të krahasohet me të hyrat që i marrin qytetarët dhe mandej ti mund ta nxjerrësh atë mesataren se sa del. Dhe te grupi që e kanë themelu, plot prej ekspertëve kanë bërë analiza dhe nëse cilin prej tyre del që nëse krahasojmë tyrat që i kanë qytetarët e Kosovës me tyrat e qytetarëve të rajonit, do thotë neve na del për 15-20% çmimi më i shtrenjtë se sa në ato vende tjera. Kështu që ajo që e thash gjatë tërë kohës dhe që po e themi edhe si grup, ne nuk kërkojmë asgjë më tepër se sa përballëshmëri të këtyre faturave, cilat po pretendohet të na ngarkohen edhe me 15% më shumë. Do thotë, i ftojmë edhe institucionet tjera, qoftë qeveria, qoftë institucionet tjera që ta marrin parasysh këtë kërkesë sepse për ndryshe janë duke i varfruar qytetarët. Dhe nuk mendoj që është kjo ideja. Ndoshta edhe për brenda vetë atyre që i kanë bërë kërkesa nuk është marrë për bazë kjo. Hipotetikisht po them. Edhe pse se besojnë, por me të vërtetë duhet të rishikohet ky propozim dhe mos të merret ky vendim, të paktën jo në këtë kohë. Zoti Bujupi, a mendoni se ka mënyra alternative për me mbulu koston e rritjes çmimit të rrymës edhe në këtë formë me ndiku që mos me ngarku qytetarin ndoshta për me pagu më shumë?